Përshëndetje të gjithëve. Sot ndodhemi në zemër të Elbasanit, aty ku përfestohet festa e tavës së Elbasanit. Nga mëngjesi deri në mbrëmje, qyteti është kthyer në një skenë plot shije, traditë dhe argëtim. Së bashku sot do të zbulojmë se si gatuhet receta e famshme e tavës së Elbasanit dhe gjithashtu do t'ju përcjellim atmosferën festive e të gjithë aktiviteteve që do të zhvillohen. Mirë se të gjejmë, të lumshin duar. Faleminderit. Na trego pak çfarë ke sjell këtu. Byreku me lakra tegra, tava e pistilit, tava e kosit dhe buka e misrit që bëhet me bylmet. Përgesa, edhe një revani të thjeshtë, edhe djatrat edhe gjalprat që i mbledhim nga zona të ndryshme malore. Këtu janë tradicionale të zonës? Këtu janë tradicionale të zonës së Elbasanit dhe ne ndodhemi ke bar restorant Zugullari. Edhe janë të gjitha bio, të gatuara nga ne. A ju mori shumë kohë përgatitja? Sa merr pak a shumë përgatitja? Por ne jemi mësuar tash me këto gatime, fillojmë në mëngjes dhe i përfundojmë në orarin që do vazhdojmë të shërbim. Ju lumshin duart. Kush i ka bërë këto? Ju? Na i shpjegoni pak si quhen pjatat? Atëherë, shumë kam përgatitur tavën me pistil. Po, është kjo. Kjo Çfarë përbëhet? Tava e pistilit përbëhet mish, qep dhe pistil. Sa po merr përgatitja e kësaj pjate? Të paktën sot më ka marrë 4 orë. 4 orë Po. për ta bërë këtë. Po. Ndërsa kjo është tava e kosit, e cila është gatuar me bishtin e biçit. Zakonisht Elbasani e gatuan me mish dashin, por unë ndrova sot. Ndërsa kjo është tava verore, është e gatuar me speca, domate, pak mëlçi dhe pak qep. Unë gatuaj dhe ëmbëlsira. Këto janë marmalatat e dikurshme, është marmalata e fikut e egër, marmalat kajsie, marmalat molle. A ka një sekret? Jo, nuk ka asnjë sekret. Janë recetat origjinale. Janë recetat origjinale. Faleminderit ju. Çfarë keni sjell sot këtu? Këtu kemi sjellur dallë me kostele dhe lëmë me kujt. Po, sa na mbaroj se ishte shumë i mirë. Tu kemi raki. Po, Çfarë raki është? raki rrushë. Shkumbull. E marrim me vend. Nuk është i bërë. Prindrit apo? Këtu kemi disa produkte besoj të juaj, Po, janë gjitha vetë nga fshati. nga fshati. Po. Dez, shok, Shef, hara, vez, edhe palafiko. Speca, domate, Kemi speca, domate, shqip të njoma dhe misë. çfarë konsumohet më shumë zakonisht tani në këtë periudhë? Domate, Domate, Faleminderit. s'ka problem. Përshëndetje nga unë, jam Etleva, artizane për shumë vite që punoj. Jemi një mini grup i vogël artizanesh dhe përfaqësohemi me emrin Vitrina Jon në rrjetet sociale, Instagram, Facebook, YouTube. Jemi munduar të bëhemi viral sepse Elbasani është qytet i vogël dhe duke menduar që po shfrytëzojmë pak platforma për të hampur pak punimet tona edhe jashtë qytetit, pse jo pretendojmë edhe në çik jashtë Shqipërisë. Pra këto Punimet janë tuaja, i keni Këto bërë janë të gjitha punimet e grupit tonë, domethënë dhe dore, siç e themi. handmade, siç e themi dhe punëdore. Domethënë sepse kemi artizane që punon shtizat dhe gripin, kemi artizane që punon pjesën e ruazave, duke ndërthurur tradicionalen me qendro dhe me modernën me çantat, me aksesorët e ndryshëm. Pastaj kemi artizanët që punojnë qëndisjet dhe qepjen e kostumeve tradicional. Çfarë preferojnë më shumë kostume tradicionale? Tani kanë hyrë shumë trend, domethënë kjo marrja e kostumeve me qira për ditën e dasmos. Jo vetëm nga dhëndri dhe nusja, por edhe një grup dasmorosh dhe domethënë kjo është një përcjellje shumë e bukur e traditës, sepse kështu janë bërë dikur dhe mua është kënaqësi për ne artizanët që po rikthehet prapë kjo, sepse edhe ekspozohen kostumet domethënë, por edhe neve kemi ato fitimet e jona sepse në fund. Dhe tradita si ka qenë? Këtë veshje për shembull kush e ka Kjo ka qenë veshje nuseja. Veshja e nusës. Kjo ka qenë e nusës, Po, e kjo këtu? kurse këtu pastaj janë në xhybet që vishen për festa, për dita, domethënë të veçanta, po jo për ditën e dasmos. Kjo ka qenë veshje nusësh që vishesh. Ka dhe kostume
të ndryshme, sepse vetëm Kraina Elbasanit, po ta marrësh me gjithë zonë natyrale e fshatrat, mund të ketë 24 lloj kostumesh të ndryshme mbas ai stadion. Nuk kemi aty të mirë riprodhuar gjitha sepse është shumë e vështirë. Domethënë to kërkojnë jo muaj, po disa muaj punë për të nxjerrë, jo orë dhe ditë, por muaj punë për të realizuar. Ndërsa këto janë pak më të thjeshta, punimet me grep mund t'i realizosh brenda një jave. Po shohim qylymat. Po mëson vajza si ta punoj? Po e mëson. Ti e ka mësuar? Besa. Kjo është për të mësuar të rinj, për t'i frymëzuar më tej. Po ne kemi mbajtur traditën, për ta mbajtur traditën. Bëhet edhe ju bëj shefi kur shikoni brezin e ri që Po sigurisht me bëhet shumë, sidomos kur e shoh që e kanë me qef me mësu një diçka që është tradicion. Ju nga e keni mësuar? Me kam të trashëguar nga gjysha, nga mamaja ime. Me fjalë e kemi të trashëguar. Janë të bëra nga ju? Po janë të punuara nga unë. Preferohen nga njerëzit? Po preferohen. Tani kanë filluar, së fundi kanë filluar të preferohen shumë. Disa kohë që dolën ato tapetet nuk janë shumë të preferuar, pothuajse që zero. Ndërsa tani janë kthyer përsëri traditës. Ndryshimi ka këto. Po që ndryshimi ka këtë ti nuk marr këtë, po të marrësh qilimin e madh, një tapet rron 50 vjet. Edhe është plastik. Ka sintetike. Kurse ky është lesh natyral. Siç është marrë nga dele, është ngjyrosur. Ja, për shembull, kjo është e gjithë ngjyrosje natyrale. Kjo është siç është dele. Ku ju është dashur ta bëni këtë? Për ta punuar këtë, për shembull, unë dua 3 ditë. 3 ditë punuar këtë, dua 3 ditë. Edhe një tapet rron 5 vjet, kjo rron 100 vjet. I dhe shtroj aty ta shkeli sot gjithë edhe se qenë 6 shkunde, e prap duket po ka qenë pastër. Produktet janë tuaja. Produktet janë nga Gjinari, zonë turistike që është rreth 23 km nga Elbasan. Është nga zonat më mirë për turizëm Elbasan, edhe gjithë Shqipërinë. Te kompostën e Kumës së Egër është pa sheqer. Komposta e Kumës së Egër pa sheqer. Te kompostën e Qershis, ke të Thanës, ke këtë Boronica e Egër është tani fundi. Ke edhe malin e Ferrës. Kjo është uza e Mollës. Ke raki Manferi, raki Thane. Ska gjatë. Si është bërë kjo pa sheqer? Pa sheqer, siç është. Nga fruti. Vetë fruti është për diabetikët, për njerëz që kanë probleme me zonat trashët. Kush i ka prodhuar? Kush i ka bërë këtë? Ne, si na shef. Bashkë me gruan, këto. Lumshin duar. Edhe kjo është një ta gjash, arki me arë, është kastile për problemet që jene, shumë mirë. Ju i keni bërë këto? Po. Ne jemi sofra e gjyshit. Sofra e gjyshit. Gatime tradicionale, rruga Ligjit Elbasan. Çfarë keni sjellë këtu sot? Tani ne kemi bërë përgesën e shtëpisë. Përgesa e shtëpisë. Si e keni gatuar me recetën tradicionale? Kjo është receta e nanës. Për gjithçka në pjesën e ka mësuar nana. Kto janë Nga çfarë përbëhet? Kjo, tani është speci i kuj, speci i bardhë, gjisa që është e bërë vetë, edhe gjalpi. Tava dheu ka pak të mrenshme nga qingji ose keqi, ka specin të egës, specin e kuq, edhe gjisë për gjithashtu. Tava e brendshme që ka pjesë të mbrendshme të qingjit ose të keqit, shpatula e keqit, tushit janë, po tushit tona të zonës tonë, salata e fshatit në mënyrën tonë që bëjmë ne, byreku shtëpisë që i kemi vënë në emërtim byreku i nanës, petullat e nanës, reçeli shtëpisë, buka e misit me shëllirë, edhe kulaçi që është kulaçi i shtëpisë, dhe djathi i napës që është po i bërë sot. Duken të gjitha shumë të shijshme. Faleminderit. Çfarë keni gatuar këtu? Tafkosi, japrak, fërkesë dhe mambajallti. Na tregoni pak cila është receta origjinale e tavës së Elbasanit. Receta origjinale është mishi i qingjit, kosi që është i bam vet, gjalpi freskët, vezët e freskëta, pastaj miell. Si bëhet përgatitja? Mund ta gatuaj çdo kush, a ka një sekret kjo recetë? Po përveç Elbasanit, tjerë mund ta bëjnë, po jo si Elbasani. Nuk mund ta bëjnë si Elbasani. Jo, nuk mund ta bëjnë si Elbasani, sa është tradita Elbasanit. Me mishë e qingjit e kavardisim me gjalp, pastaj hedhim. Jo me qep. Jo, vetëm me gjalp, kavardiset sa të marrin pak gjyrë të errët, dhe hedhim ujin për ta zgjer pak. Në tepsi hedhim pak oriz dhe përzim 4 kokra vezë, 4 luk miell dhe 2 kg kos. I përzim gjitha përzirjet dhe hedhim tepsisë mrena. Pastaj gjalpin e freskët dhe fusim me pjekim. Kjo është sa kohë merr përgatitja? Rreth një
Për orë gjithë përgatitja mishit e pjekjes, varet nga mishi. Qofta mishi mas, do pak më tepër, se duhet pak ti që këtë mishi njonë. Një qingji i njonë. I lumë shënduar. Faleminderit. E dua shumë të qytet, sepse rezulton nga turi, rezulton nga mësimi dhe një pritje që çdo njeri sërë që vjen e ndjet dhe kur vjen një herë krijon një lidhje që i ndahet. Unë Elbasan e kam njohur nëse shumë të prej recetave dhe sot sigurisht nga recetat e televizionit të qytetit ka kam dhënë për festa e tavës së Elbasanit. Një pjatë fantastike me një histori të mrekullueshme që ka ngritur edhe më shumë fshetat e qytetit, por të gjithë Shqipërisë. Shumë faleminderit Zana Mike e në dashur që në fakt gjatë gjithë kohës edhe si drejtoresh e agjencisë në fakt që tashmë është në sezonin, në kulmin e punës së saj e ka promovuar aq fort jo vetëm turizmin në Shqipëri, por edhe Elbasanit, turizmin e Elbasanit. Me të gjithë panajirët që kemi bërë ndërkombëtarët, kemi pasur një partnerë të mirë dhe patjetër një mike të mirë dhe shumë faleminderit për gjithë mbështetjen dhe mirë se erdhët në Elbasan dhe mirë se erdhët të dashur miq të gjithë në fakt tek festa e tavës së Elbasanit ose tavës Kosit, siç e njohim ne dhe siç njihet gjerësisht. Kudo ku ka turist kërkohet tava e Elbasanit. Edhe po të shohësh në fakt tashmë të gjithë restorantet e mira apo restorantet në të gjithë Shqipërinë në zona turistike, tava e Kosit ose tava e Elbasanit është një nga ato kryesorët që janë dhe që edhe ato quhen si një gjë tradicionale ose një gatim tradicional. Dhe shpeshherë bëjnë disa ingredientë të cilët nuk janë të duhurit apo e bëjnë jo në mënyrën e duhur dhe mund ta shesin ato në restorante të ndryshme si tava e Elbasanit. Patjetër është e mira që të vinë në Elbasan, ta mësojnë, të marrin recetën se si bëhet dhe pastaj ta bëjnë edhe në Sarandë, edhe në Vlorë, edhe në Shëngjin, edhe në Shkodër, edhe në Korçë, edhe në Veliport, kudo që tjetë, edhe në Veri, po ama të bëjnë atë të duhurën. Dhe qëllimi jo e certifikuar. E qëllimi jo ky është që të ketë një tavë Kosi. E ndiva dhe fanatizmin tuaj dhe atë dëshirën për të qenë autentike dhe pa ndryshuar, por besoj që të gjitha këto nisma, iniciativat e qytetit që ju bëni do të ndikon që ajo të rruhet dhe të trashëgohet në formën e saj unike. Kryetar, unë të ju them se në fakt vizitorët e huaj nuk duhet vinë në Elbasan vetëm për të shijuar tavën, por duhet vinë për të mësuar atë eksperiencën edhe se si bëhet kjo tavë, pra, kjo recetë. Dhe që ju mos ta keni merak, unë mund t'ju jap një sugjerim të vogël që dhe qytetet e tjera që ato mos të derivojnë atë recetën tuaj, ju duhet ta ruani vërtet me fanatizëm duke certifikuar. Kështu që është në këtë proces dhe nga ana tjetër tava e Elbasanit mund të kthehet në një destinacion eksperience turistike përveçse për ta shijuar atë. Në fakt e kam gatuar shumë dikur sepse pëlqej jashtëzakonisht shumë, sepse si tiranëse mua më duket se Elbasani dhe Tirana kanë 100% ngjashmëri në mënyrën e jetesës, gatimit dhe në çdo gjë tjetër. Dhe më zhdukur sikur Elbasani dhe Tirana kanë qenë njësh, që në fakt tani kjo rruga që e shkurtër i ka bërë vërtet realisht, e kam gatuar shumë. Tani mund pak më pak me mish qëngji apo pra? Pak më për arsye fakt domethënë të gjalpit që atëherë unë i lidhja brenda, po edhe të mishit i cili do të ishte pak i vjamur, që të shijonte ashtu. Po është një nga preferencat e mia bashkë me tavën e peshkut, që dhe atë e bëj shumë, edhe e pëlqej shumë, atë tavën e peshkut me qep, trashëguar me mamaja ime, mamën e kam shkodrane, kështu që bëj atë variant të tavës së peshkut. Po tava e Elbasanit është në vendin e parë. Do ja jap një miku të mirë nga Shkodra, që e kemi Shkodran tipik siç kemi në lokale tradicionale në qendër të qytetit, ashtu e kemi edhe në Shkodër. Shumë urime dhe shumë falënderime. Shumë faleminderit, një dhuratë që do të mesin gjatë në morën time dhe një falënderim që po jep vlera e qytetit çdo ditë. Faleminderit.
puna vetë vazhdojmë ta promovojmë në gjithë Shqipërinë tavën e Elbasanit. Po siç e bën ti ama. Dhe kjo shkolla profesionale këllë, ta promovojmë sa më shumë tavën e kosit dhe në nëzënsit tonë.